Karnavalet e Korçës janë të njohura jo vetëm në vendin tonë, por më gjerë, edhe për faktin se korçarët e kanë një traditë e hershme paradën e karnavalit. Blerta Belliu, drejtoresha e Qendrës Kulturore në Korçë, ka bërë me dije se këtë vit pjesë e festivalit ndërkombëtar të karnavaleve do të bëhen shumë grupe nga vende të ndryshme të rajonit, por edhe më gjerë. Sipas saj, aktoria e teatrit të Korçës, Ilda Pepi, në këtë festival vjen me 14 kostume të veçanta që do të jenë risia e karnavaleve. Ilda ka përgatitur rreth 14 kostume, të cilat, me thënë drejtën, ajo që është e veçantë e kostumeve të Ildës është që ajo ka gjetur, si thua, kundragas, ose diçka që ka gjetur në shtëpi, që nga kohën e shtatës, apo ka qenë fëmijë, arushat e saj. I ka marrë dhe i ka vënë në kostume për të qenë në karnavaleske. Pra janë të lidhura me një kujtim të saj emocional, të cilat besoj që do të sjellin jo vetëm nga ana vizuale karnavalin, por do të kenë dhe një prekje emocionale. Kështu që besoj që do të jenë kostume shumë të veçanta. Ndërkohë që kemi grupe të huaja, janë rreth 5 grupe që vinë nga Polonia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Montenegro, janë grupe të cilat kanë përgatitur maska shumë të veçanta dhe unë besoj që bashkë me grupet tona, rreth 22 grupe dhe 5 grupe të huaja, do të jetë një festë e jashtëzakonshme Korça. Aktoren Ilda Pepi e kemi gjetur në dhomën e punës duke i dhënë dorën e fundit kostumeve që do të vishen nga aktorët e këtij teatri. Pepi tregon se në kostumet e këtij festivali ka sjellë të gjithë arkivën e fëmirisë dhe shtëpisë së saj. Këtë vit kam vendosur të eksperimentoj. Kam vendosur që çdo ndjesi të shpirtit tim ta marr dhe ta sjell në një kostum karnavalesh. Sigurisht në shpirt mbajmë gjithmonë fëmijën, sidomos që jemi artist, nuk mund të ndodhte ndryshe dhe kam sjell një veshje të gjithëm plot me arusha, me çizme të gjata me arusha, do ta veshim për të dalë dhe për të kënaqur fëmijët. Se ndonjëherë bëjmë veshje të bukura, veneciane, por harrojmë që pjesa më e madhe që mezi pret karnavalet janë fëmijët. Festivali ndërkombëtar i karnavaleve do të jetë shtunën pasdite dhe sipas organizatorëve, ky festival çel sezonin turistik për Bashkinë e Korçës.